Ore, ne do hymë në Europë, dhe jemi në prag të hyrjes në Europë. Sa të tjerë thonë që lushnja, për shembull, Ulësia më tha që lushnja është në Europë. Tani unë pyet, ne europianët e lushnjës dhe ju bashkë me ne që do hynë në Europë, ore, kur do pim një herë ujë nga çesma? Kur do fillojmë pim ujë nga çesma? Nga rubineti. Dhe këta pyetje kam shumë sinqert dhe drejt. Ore, pyesin ata të lushnjës, kur do pim ujë nga rubineti i shtëpisë një ndor. Së dyti, nëse nuk e arrim dot këtë para se të hymë në Europë, kur të hymë në Europë, të paktën do ta përdorim për zjerë gjellën, paktën për gjellën. Këtë ujë në rubinetit, ju lutem, se ngelëm duke mbledhur ujë me ato makinat, me gjithë këto, që janë gjithë me bidona, me të më radhë. Së dyti, ore ju që jeni, më thënë, për mua, ujësielësi, dhe ujësielësi është edhe pak siguri kombëtare, me gjykimin tim. Se ka shoku në verë, në atë kohë na gjeti grup kriminal në Lushnjë, na futi 15 familje. Edhe në atë që i internoj me 20 e ca familje tjera, e bëm dhe qytetarë deri në Lushnjë, se na gjeti grup armiqësor në ujësielës atës do lmoni depot e Lushnjës. Grup armiqësor. Tani lind pyetja, ore si ka mundësi që arrin që në Fier, zjarrfiksja e Lushnjës çon ujë për të pirë. I javë rresht. Bashkë me gjithë të botet e ujë. Si ka mundësi? Tani ne po marrim 45 milion tjerë, po hymë në Europë, kaq që diun se sa. Po si ka mundësi, si shpjegoni faktit që zjarrfikset Roskovec, Patos, Lushnjë e tjerë me radhë çojnë në Fier për të mbush bidonat e ujit. Po nuk besut, ja u tregoj unë dhe filmimet që jep ujë për të pirë. Tjetra, ujrat, se ju keni dhe ujën e pishëm dhe ujrat e zeza. Nuk dua që të kaloj kështu, më thënë, të ujrat e zezat, më thënë, ne vëm tulla për të hecur në ca lagje të Lushnjës përsipër ujrave të zeza, tulla. Po i quaj ujrat të zeza. Edhe prap këto po deshëm me dëshmi në njëri të vit t'ja tregoj. Prap, ku hecim mbi tulla, ju do hyni prap në Europë. Po si do hyjmë në Europë duke shkel mi ujrat e zeza? Paktën na jepni tulla, ne kamion me tulla se në mbyll dhe ajo kishim fabrik tullash aty në Lushnjë, të shtojmë tullat, i vëmë blloqet, paktën se po bim ato tullat. Tani ju thatë që bëni projekte. Pyetja ime konkrete është, a i ndiqni këto projekte ju kur bëhen? Do me thënë, si funksionon projekti dhe këtë pyetje që të bëjë dhe pyetje tjetër do të di, ju jepni fondin, jepni lek, e tenderoni dhe ata hynë në Europë e bëjnë këtë bjellafi. Tashti ju e kontrolloni sepse unë kam konstatuar me i vend, po do një të qoj prapu, s'ka problem. Them kështu reale, të vend bashkë. Ka bërë sjellësi që para 6 muajshej dhe ka qarë rrugën në ato 2 krahat. Një rrugë që është shqyr ushtru, do hynte në Europë, e rrugat në atë fshat, është qarë në 2 krahat. Dhe kanë rënë kamiona aty, se është qarë rruga në puna ujësjellësit. Ka 6 muaj, tani kush e mojnë dozhgjim dhe venin e shikoni? Se ne bëm një punë dhe prishim 8 punë. Një rrugë që kishte nuk kalon dot makina. Duhet njëri do të hyjë ngrop, në puset, ose do të hyjë tretuar, po gjeti vend parë në shtëpi që të kalojë makina tjetër ku rruga e saj ishte bërë. Tani për këtë kush ma më përgjegjësi? Sepse marrin fonde për në Europë dhe prishim 3 herë fonde tjera për ta bërë më kalur Europës. Unë kaq kisha, faleminderit. Po, zonja Muçaj. Shumë i dashur deputet Korreshin, fakt faleminderit për pyetjet që u bët në lidhje me objektivat cilat për sektorin e ujit dhe në fakt trajtimit të ujrave të ndotura. Bëjmë pjesë tashmë pikërisht në negociatat që Shteti Shqiptar ka hapur edhe me Bashkimin Evropian për arritje objektivash mbi bazën e direktivave. Më të fundit që ne kemi qoftë për sa i përket të direktivës ujit, qoftë për direktivës për trajtimin e ujrave të ndotura.
në fakt ka plane tashmë shumë të qartë e zbatimi për të arritur pikërisht objektivat e karakterit të investimit kapital, pra për të arritur atë që ju thatë për zonat tona, për gjithë Shqipërinë. Pra jo vetëm për një zonë caktuar, por gjithë Shqipëria do duhet realizoj brenda një viti X, dhe kjo po diskutohet pasi në fakt është paketa më komplekse që edhe vendet të tjera që janë anëtarësuar në Bashkinë Evropiane kanë patur si të themi paketën më ambicioze dhe atë që ka dhe një paket investimesh të jashtëzakonshme nga mbrapa dhe prapa dhe po flasim vetëm për çështjen e trajtimit të ujrave të ndotura, shkojmë në 2.5 miliard euro investim, ndërkohë që për ujësjellës kanalizimet shkojmë në 1.5 dhe me direktivën e re kjo shkon deri në 3.5 miliard euro. Do me thënë bëhet fjalë që për të arritur pikërisht ato që quhet ujë në çest 24 orë. Mbi gjitha një ujë i cili ndërkohë përdoret për të gjitha qëllimet, pasi kemi të bëjmë me ujin e pishëm, po kemi të bëjmë edhe me ujin biologjik, që do t'i shërbejë edhe bujqësisë dhe qëllimeve të tjera të industrisë. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për këtë sektor. Pra për të mundur për të arritur objektivat tona, ne kemi nevojë për një investim që shkon pra sot mbi bazën e analizave dhe planeve efektive që kemi në kuadër të negociatave në 6 miliard euro. Që do të thotë dhe në fakt përgjigja konkrete në raport me atë çka është avancimi, pasi të dashur në proces avancimi në vite për investimet kapitale, ne do të donim në fakt të informonim që pikërisht për zonën e interesit që zoti Korreshi edhe përmendi pak, ne do donim të përmendim që pikërisht në zonën e Firit ose jo, në Patos, pra ujësjellësi në qytetin e Patosit, në fakt ne themi që raportojmë që instalimi ka mbaruar dhe kemi një 24 orë në ditë për qytetin e Patosit, pra furnizim, ndërkohë qytet Fier përfundon në 2026-ën, jam në Patos, ujësjellësi Retinat Patos përfundon në 2026-ën, ndërkohë që sigurohet 24 orë në ditë për 100% të konsumatorëve që përfshihen në këtë projekt. Është e vërtetë që këto objektiva mund të vazhdonim edhe me dy, të themi, edhe për fshatrat e njësisë administrative dushk. Buxhet shteti përfundon në 2027, ndërkohë që sigurimi 24 orë në ditë për 100% të konsumatorëve të zonës është po ashtu i parashikuar për të raportuar pra brenda vitit 2027. Në Divjak pashu kemi ca të dhëna të tjera, të cilat në fakt kanë të bëjnë me zbatimin në kohë të dashur të projekteve, të cilat për Shqipërinë edhe në kuadër të negociatave do të kenë një datë përfundimi. Është e qartë, po ja themi që tani që dhe aty ka një periudhë të quajtur tranzitore, ju me siguri do të jeni një nga komisionet kryesore që do të diskutojë periudha tranzitore që i kërkon Shqipëria dhe i kërkon për arsye objektive. Njërën prej tyre zoti Korreshin e përmendëm që është në fakt bara financiare prej 6 miliard euro që është për të dy komponentët, ujë dhe trajtimi i ujrave të ndotura. Pra është një barë financiare që ne do duhet ta mbështesim dhe sigurisht do zbatohen. Po pra, që do të thot me zona, sot ajo është nga rubineti i nderuar në vetvete, me zona. Pra kjo është dhe e përcaktuar edhe e përjetuar. Patjetër që nuk mund t'i sjellim qytetarët këtu në tavolinë dhe të thonë që un kam 24 orë në shtat ujë në rubinetin tim.